Kthyer pra këtu pas pamja nga kryeqyteti, ku duket pra që është kryeqyteti si gjithmonë i bukur me atë freskinë e mëngjesit, dhe tash do të lidhemi me Bekim Selisht për të folur edhe më detajisht për procesin e rinumërimit të votave, për rezultatet që dolën nga rinumërimi fillestar. Për përgjithëta këto, tashmë kam në linjë edhe Bekën. Bek, mirëmëngjesit dhe faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes Art, faleminderit për ftesën. Bek, po nisim pra me këto IP, rezultatet pas rinumërimit të votave për disa nga deputetët. Si e sheh këtë proces? Nuk është një diçka e re, po si proces nuk është shumë i lavdishëm. Unë e kuptoj edhe unë jam njëri prej tharëve që vazhdimisht e kam kritikuar sistemin zgjedhor në Kosovë që nuk është i pavarshëm. Edhe për kandidat, po edhe për votues nuk është i pavarshëm, se me i zgjedh 10 kandidat është e pa nevojshme me shku kaq shumë kur ka mundësi për shembull një vot, një kandidat, edhe ndoshta i shkon më lehtë që ky është problemi mu me njënu. Që mos mënoni nesër me menu që ka kësi ndryshime gjatë numërimit të votave. Unë e kuptoj, po nuk thonë që arsetoj, gabimin njerëzore mundën me ndohë, po jo gabimet mëdhaja, me shifrat mëdhaja. Dhe thonë, gabimet, dhe thonë të shtyp, të propozu, se në 10 numra, gjatë 10 numra, është normale me pas gabime. Po, nuk e di sistemin mrena KSZ-s, se kush i numron dhe kush i shtyp aty. I cili subjekti numron dhe i cili subjekti i shtyp numra, se dhe kjo ka shumë rëndësi. Sa aty nuk ka vesh një subjekti që i shkrujnë votat për veti. Aty janë komplet subjektet komplet subjektet politike kanë përfaqësuar se vetë në KSZ dhe ato vendosin me i full sistem votat, domethënë përfaqësuar se këtë subjekte politike. Edhe aty çka ndodh, edhe kush është ai përgjegjësi, nuk e di, po si sistem është mirë, pra po ndalëm edhe njëherë, nëse e mostrat e shkurtit vitit kalum, edhe ato mi krahasu, a ka ndodhë njëjtë, apo veç këtë vetë ka ndodhë. Kjo nuk është një diçka e re, do të me di. Po nuk është diçka që ka ndodhë veç, që ka mujtë me ndodhë veç me një qytet. Po këto, nëse janë dikon flet votimet e shkurtit vitit kalum, bënë edhe ata me shumë i kontrolu dhe njëherë, me bënë një komision të posaçëm, ma ne del me një konkludim përfundimtar se çka ka ndodhur në ato procese. A është hera por, apo ka pas edhe hera tjera, apo ku ka ngjesë problemi. Ne e dim që një rast gjatë numërimit votave ka qenë dikon pej që dole skandalit që u rritën një subjekt politik u rrit për menjëherë me numër të votave, po aty mane u verifiku që ka qenë dikush për qytetarëve aty mbrana ka bo gabimin edhe nuk ka mujtë me përmisu po gjatë. Kështu që nuk e di që ka shkuaj proces, po e dim që ka ndodhur e gabim, edhe jenë ndoshta në secili qytet janë me menu që ka ndodhur dhe ka shpejt që u ndrru numri i votave vetëm për një subjekt politik, për një subjekt politik saktum, por mua është e parëndësishme cili subjekt, po e di që është diskutu ky procesi që ka ndodhur ky problem. Edhe nuk prap kisha thonë me menu që duhen me analizu pak ma gjatë se qysh ka ndodhur ku, edhe shka ka ndodhur aty mbrana, se gabimet njerëzore mujnë me ndodhur. Domethënë, është gjatë periudhës vitit ri kam punu rregullisht. Po, Bek, po thua që gabimet njerëzore është normale me ndodhur, por ne kemi parë shifra goxha të mëdha të votave. Arthur e thash, është normale me ndodhur me gabimet e vogla, po jo gabimet, ky so gabim mo. Po flasim për mira vota. Për mira vota s'është më gabim aty. Po. Aty ka ndodhur diçka tjetër. Po duhet me hulumtu, me ani përfundim për organin treni se çka ka ndodhur. Ato ne i shpjegojmë në mënyrë më të mirë të mundshme se çka ka ndodhur aty. Se po prap po kthejnë atë. Leta hulumtojnë edhe pe zgjedhjeve të vitit kalum të shkurtë, domethënë hala nuk ju mbuni vit. Duket më shumë se një vit rrin 8 votimet në KSZ, ma ne i djegët,
Edhe nëse nuk gaboj, le ta holumtojnë aty, a ka ndodhur vitin e kaluar, jo veç këtë vit. Është opinioni publik e merr një qartësi pak më të mirë nëse se zgjedhje ka pas hoxha shpesh në Kosovë, le ta bëjnë krahasimin edhe zgjedhjet nacionale të shkurtët se çka ka ndodhur. Edhe e marrin përgjigjen. Besoj që kanë më marrë një përgjigje se nuk morën veç me një parë zgjedhje, më marrën edhe veç me një qytet në Mosër, ma nej tash që shkuan këtë Kosovë në rinumrim, ta shohim rrugën se çka po ndodh. Se nuk mund paraprakisht çka do të flasim, aty atakojmë dikant, para se me vendosë organet e rendit, para se me qitë pika se çka ka ndodhur, ku ka problemi, ku ka ngesë. Be, ku është ti që ka qenë problemi? Sepse shpesh diskutohet është aluduar për shumë mundësi të ndryshme lidhur me këtë proces. Pse po them për mundësi të ndryshme është që sepse pas përfundimit të këtij, ende pra janë hedhur akuzat qoftë për komisionerët, qoftë për kandidatët për deputet, qoftë për kryetarët e degëve, të nëndegëve, ka pasur pra persona të ndryshëm që kanë shënjestruar persona të ndryshëm. Kë është e ti, apo ku qaloj ky proces që të cilë këtë rezultat? Ore, prap të thomë se nuk du me ataku një grup caktum e di kanë me amnistu. Po. Le ta volumtojnë vetë organet e rendit, le të bëjnë krahasime e marrin përgjigjen më lehtë. Se aty e po që është me një subjekt po krahasim, ka dallime, po kur shkojnë qytetet e tjera, tani besoj që kanë me ndrru edhe përqindjet, po dhe nuk besoj që është një diçka e re. Vendar, nuk ka veç një diçka e re. Po ndoshta dikon tjetër janë organizu pak më mirë që ka thonë mos i prekni. E këto që menoj që ta organet e rendit duhet me volumtu të 2 vitet, me po krahasimi. Vitit kaluar dhe këtë vit, edhe më nej, edhe opinioni ka një qartësim më të lehtë. Po, prap e thom, këto sen gjana kanë me ndodhur si pasojë është një presion politik i subjektit edhe i subjekte politike për në prag të zgjedhje ku kem zgjedhjen e presidentit. Ky presioni politik nuk ka monolën, domethënë derisa zgjidhet edhe presidenti, ma ne këto harrohen. Këto farë manovra zgjedhore harrohen, po në prag derisa zgjidhet presidenti kanë mushty me vryla deri në pikën e fundit që mi ashit pikën dikon. Po Bek, para se me folë për presidentën, duhet besim edhe pak të kjo. Nëse flasim edhe për vendimin e KQZ, se përmende pra edhe te vendimi për të shkuar në rinumrim të gjitha qytetet, si e ke parë, ka qenë i duhur, ka qenë i nevojshëm? Në qytetet tjera, unë sa mujta me vrejt, atë në mostra shumë të vogla, kutia që në marën, po dallimi shumë i vogël, që është njerëzor, që është normal. Po. është normal. Edhe veç me një qytet për mu ke shumë e çuditshme që shka mujtë me ndodhë veç me një qytet. E parë, e dyta, prap nuk po du me njënu, leta nëse kanë fletë votimit edhe vitit kalum, leti marrë organit e shtetit, leti krahasojnë, leti shohin se a ka ndodhë edhe përpara, apo veç si vjetë. Jo, mi ataku veç dikuj. Po aty... Po thua Bek që janë të hapur a mundësi që ka pasur gjërat e tilla dhe më herët edhe vitin e kaluar? Po nuk besoj që s'ka pasur. Po. Se nuk ishin mujt që të mlyhen mi hapun proceset ka shpejt që veç që to ka ndodhën, ose në kara me dëgju, se me pjesën mediume, në kara me dëgju që vazhdimisht të diskutu kjo pjesë. Pas njëherë nuk janë holumtu. Unë kam edhe intervistat vitit kalum, ku më thonën pas zgjedhje që leti holumtojnë, leti qojnë në disa qytete, leti numrojnë, leti shohin a ka pasën se gabime njerëzore. Ka thëmë thoi se gabime njerëzore, apo veç ky vit. Po në vitin e kalum, vazhdimisht kom bo thire, leti holumtojnë, se sistemi zgjedhor të nërë gabim i orientum. Nëse nuk e ndrojnë sistemin zgjedhor, keme pas vazhdimisht këse probleme. Se e para punës është komisioner që zgjidhen, nëse nuk i gabojnë, nuk janë që i kanë mi shumë me preferenca të caktume, po kur të mërsh një numër shumë të madh, nuk mërë edhe me kontrolu shumë letë se shka po ndodhë mreme. Nuk mërë me kontrolu kërkosh, unë e di që vota është shumë e shkejt, e di që dikush bon shumë uni, e dikush i zgjidh shumë letë problemet, po mbi gjitha
bën me hulumtu pak më gjatë, e me armën i përfundim, edhe kodin zgjedhor ta ndrojmë. Nuk është normale, për shembull, me ardhen 500.000 vetë, më falni, ofër 300.000 njerëz që jetojnë në Kosovë, as më shumë se një javë, por më shumë se 10 vite nuk jetojnë, edhe vinë ta ndron sistemin zgjedhor në Kosovë se qysh ati tekët edhe hestot ju bëni çka doni, sepse ai nuk i intereson mirëqenjet të na, i intereson veç zgjedhje. Te ne dy sene do të më bë. Le të shkojmë me zona zgjedhore, e para, e dyta le të shkojmë me një kandidat, një votues, edhe pjesa tjetër që kodin që ndoshta nuk është e mundur me shkojnë një kandidat, një votues, po i shkon ma e qartë kjo punë. Kur shkojmë me votu dhe nuk ishim pas njerëzit pas qartësi se çka do të me bo, edhe treta, me ligjin e diasporë le ta ndrojnë. Le ta bojnë 3 ose 5 deputet të caktojnë për diasporën, edhe besoj që ato janë të kënaqur ato deputet që i zgjedhin, përfaqësues legjitim që jetojnë në diasporë, që mirën veç me problemin e diasporës, edhe i plasojnë në Kuvendin e Kosovës dhe diskutohet për ato tema që qytetarët tonë, që i kemë qytetarët veçantë që jetojnë jashtë Kosovës, që dikush do të më marrë me ta. Po, Bek, po thu pra që, sidomos me theks të veçantë tek diaspora duhet të kemi parasysh që të caktohen deputetët, të ketën këtë edhe vazhdimisht edhe në emisionet e mëhershme. Realisht të kemi përfaqësuesit e tyre dhe të dalim nga këto ngërçe. Mendon që këto 3 pika do të ishin zgjidhja e këtij procesi zgjedhor? Po besoj që është letu rruga zgjedhor në Kosovë se nuk është e lehtë. Në po them që është perfekte, po ishte letu ndoshta ne kemi hyrë faza testuese, tash nuk e di më është më e mira. Po me 10 kandidat në peshohme që veç po janë kompliku punë. Momenti që kompliku punë, o shku pragu zgjedhor, o shku ka parti që shku mbi 20.000 vota. Po shumë për pragu zgjedhor mbi 20.000 vota, tash ndoshta secili kishte hulumtu me bë diçka dikon. Se numri është shumë i madh, nuk mund me bë veç me një vend ose një kandidat i ri mi bë 20.000 vota. Se është numri shumë i madh i pragut zgjedhor. Po sa ishte me 5, ka qenë pak më e lehtë sepse ky komplikim nuk ka qenë shumë i madh. E prapë them që ndoshta i shkon pak më lehtë nëse kish pas kandidat më pak me votu. Po, dhe nëse flasim për reagimet, Bek duhet pyesë patjetër për reagimet e deputetëve. Realisht, deputetët pas deklarimit të këtyre rezultateve dhe publikimit në fakt të tyre, kanë mohuar Bek të jenë përfshirë në aranzhime të tilla për vjedhje të votës. Madje duke i lënë pra gjithë barën e përgjegjësinë e fajit komisionerëve. Po tash i fundit është komisioneri që është marrë me atë pjesë. Po. Po tash pse s'ka ndodhur për tjerë, po veç për diçka të caktuar. Po prapë po them nuk po mundem me ataku dikan, por derisa nuk i hulumton prokuria, domethënë edhe me marrë më saktë, sepse na nuk bëjmë ngarku veç dikan e shumë tjerë me sa votu. Sa aty kur ndodhin se gabimet vëllaja në thojza, aty nuk është veç e raste. Po nuk është ai fundit e komisioneri edhe ai një qytetar i papaqëm që ka qellu me shku aty, po veç mundosh me qenë më i përgjithshëm. Nganjëherë, po këto do të më lumtu pak më gjatë se çka ka ndodhur, edhe çush ka rrjedhur deri tek numri i madh. Se numri, nëse ky dallimi është shumë i madh i votave, aty ka ndodhur një gabim ose një çmenduri jo dikon. Po ato që janë në pikë të sistemit numërimit votave, ato më në shpjegu mënyrën më të mirë të mund ku ka ndodhur ky problem edhe çysh ka ndodhur. Se këtë mënyrën numërimit unë nuk e di çu shkon. E di që është diskutuar kamerat, janë ato proceset, po ne kom po kohë shpesh kanë qenë përfaqësues partive pe KSZ-s që shku i kanë hulumtuar, kanë bërë zhurmë për një vit, 2 vija, si vetë nuk i kemi edhe zhurmë për një vit e 2 vija që bëshën të madhe. Edhe leta hulumtoj që ka ndodhur. Dhe nuk është diçka raste. Nuk është veç si vjetë që ka ndodhur. Nëse në fletë votimit edhe 2 vitit kalum, e marrë një përgjigje pak më të saktë. Jo veç me ataku një kategori saktume se këto ai që i ka shu fletë votimin në fond, ajo është i fundit që ka prej. Ka pas shanse edhe dikush tjetër atë. Nuk besoj që
që s'ka pas shanse dhe dikush për jashtit, se nuk ka mundësi veç ai me bo gabime, se numri është i madh. Numri i gabimit është shumë i madh e nuk ka mundësi veç një individ me bo. Po, dhe bek dënimet për personat e përfshirë realisht variojnë nga 1 deri në 3 vjet. Dhe a mendon ti që a janë dënimi duhur, mund të flas, apo me një farë forme ndoshta edhe kjo çështja që janë vetëm 1 deri në 3 vjet edhe nuk është pengesë për shumicën prej të përfshirëve në rast. A mendon që duhet ta shpersohen dënimet? Po dënimet me borg, unë nuk besoj që kanë më konë një zgjidhje, sepse nuk do të jenë zgjidhje? Duhet me menu, po, nuk ka një zgjidhje me borg, po duhet me menu edhe dënime tjera ku i bllokohen problemet e punësimit, vështirësi, shkollimit, vështirësi, studime, vazhdimisht me pas edhe probleme vështirësi tjera, ku ai që don me hyrë duhet me menu edhe mirë që i ka gjitha rrugët e bllokuara. Jo është një rrugë. Po dhe se te dënimet me borg janë pak është vesh një anë edhe ana tjetër pa mundësi rrugës me përmisu dhe me dalë, është që këtë normale, ama duhet me pas ndryshime tjera. Që i atakon në finansa, nuk është veç ana burgut, po nëse i dënon financiarisht, ose ka që prej komplet finansën drejt për drejt punësimin, ato se cili që shkon aty menohet, aty nuk paguhet ma shumë se 50 euro, 60 euro në dita, para se me shku, me bo një gabim, e menon ko gja mirë, a me shku, a mos me shku. Se lera edhe angazhimi shumë i vogël, ndoshta aty ndodhin më me ndodhë dhe gabimet. Po nuk është, veç me borë nuk mund me ngrit vedijen. Me dënimet me borë nuk mund me ngrit vedijen. Vedijen duhet me ngrit me forma tjera. Duhet vazhdimisht me secilin komisioner me punu mi kallëzu që të dami edhe problemi sa është i madh, sa rrezikon sa aty shumica unë kum pa që këtë fëmijë njom në 21 vet, 21, 18, 19 që shkojnë punojnë. Ku e dinë riskën e çka të vu. Ose përgjithësi, në një shoh një i ki studentë ose nxënësa, përgjithësinë e kanë nxarë, se nuk kanë punu pe fillimit, domthon kurrikula e shkollimit kosovar gabimisht nuk punon me ngritjen e vedijes nxënësa, po veç ne punojmë veç me fal. Çto është ai problemi kur i shoh ato shumë të ri qendrat e votimit, ai nuk i din riskun e dënime masanina se çka ndodh. Pa e shpjegu vazhdimisht sa t'jenë në trajnime, ose me 2-3 orë, ose një ditë trajnime, nuk ka përfundimi, nuk ka zgjidhje e mirë, po duhet me e shpjegu që tanën tjetër që risku është i madh nëse bën një gabim gjatë numrimit. Ose nëse je i papërgjithshëm, mos shkon në qendrën e numrimit se po dikan e lindon, e dikan ja ngrit numrin e votat, dikan e vlerëson pa vlerësu qytetarët e vet. Se qytetarët dinë edhe me ndëshku, po dinë edhe me votu që do, po ndoshta kanë edhe eufori, kjo është këtë normale, ama me andru kajën komisionerin në koluzik, ose kushdo që e ka prej ka sistem, sa aty nuk është një individ ardhën, prapë po thëmë, aty është një sistem që është prej, nuk është një vetë një individ. Ne kem pas që edhe kem raste Mitrovicës që u ndru numri i protokollit nuk dha përgjegjësi kërkosh. Nuk është kjo e rast, nuk janë këto probleme të rastës, se nuk ka mundësi numrat e protokollit më ndru let, po nuk ka mundësi që ka shlet më ndru numri vota. Domthon, është një pikë dikon ku ka qalu edhe sistemi të shku shumë keq. Po, dhe Bek po thua që nëse të paktën merren masa edhe në këtë rast pra që po flas të konkretisht pra që të dënohen të paktën financiarisht ose diçka tjetër përveç burgut, ndoshta do të reduktoheshin raste të tilla? Po, është edhe financiarisht, po me punu me ngrit vedijen e gabimit, pasojat, se cilat janë pasojat nëse bën një gabim çka ndodh. Që kjo shumë e rëndësishme është. Ne do të me punu me vedijen, nuk mund të me vedisu veç me burg. Ai 18, 19 ose 21 vjet ose 20 i ka, ai nuk e ka, halo nuk është i pjekon çka ndodh aty mbrana nëse dënohet. Por ta është e pa rëndësishme thot haj se shkoj rriç aty do muj edhe kry. Por ta mirë është e na çto ndëshkimet me qenë
që atakon direkt gjatë ton jetës. Të vëllonën e bën një gabim, nuk kemi pas disa benefite për shtetit. Të vëllonën nëse nanë ose babë nëse bosh, nuk kemi marrë çdo shtesa edhe i ki do pengesa tjera, ai secili menon se çka bën. Se vlera është shtofish më e madhe se sa që kish mujt me shpërbly ose nëse e kish ngu dikan për me ndru numrin e votave të dikujt. Edhe ish menu koza mirë me bo këtë gabim. Ose në fundit le ta bojnë ne në një periudhë të teknologjisë le ta bojmë mënyrë elektronike me votu sistemin e zgjedhor. Është këtë normale. Le ta bojmë mënyrë elektronike dhe shohim se ç'po shkojnë. Pa mundësi me bo ata. Po. Edhe pse edhe elektronikën e kontrollon dikush. Edhe aty mund me pas të gabime, po ta shohim apo funksionon. Ne kemi në Amerikë për një votë është shku komplet qytetin në rivotim dhe ka ndrru sistemin zgjedhor. Për zgjedh presidentit Bush, i dyti, është ndodh një gabim, dikon nivo 2, nuk ka qenë ma shumë, shku në rivotim me një shtet edhe komplet e ka ndrru sistemin e votimit. Si pasojë një votës që ka qenë kontestusne. Po, dhe Bek, nëse flasim për besimin e qytetarëve tek kjo çështje, sepse pas tensioneve, diskutimeve që patën fillimisht pas procesit zgjedhor, dhe tashmë sërish sa mund të ndikoj kjo tek besimi i qytetarëve në institucione, paktën edhe për të dalë në votime, për të drejtuar sërish kutive të votimit? Unë djem rrat, dikon për mediume me ndëgjuish, kryeshefën e KSZ-s, edhe ajo vetë potencial nuk është tjera parë që ka ndodhen, ka pas kalumën që në shku qytete komplet, pjesë qyteteve në shku komplet në rivotim, ose në rinomërim në shku disa herë, nuk është hera parë. Amo, vedije neve në vynë me gritë, jo, ne të folë veç një ndëshkim, edhe ata garant e merë ndëshkimin ai që ka qenë mas pak të i përfshim, se për të bot një organizim, menoj që e menon edhe anën që ka muzon. Edhe këtë pjesa e pregadit këtë rrugë, po gja mirë, po ata që duhet mund ndëshkohen nuk besoj që ndëshkohen. Janë do viktimat që nuk kanë me pas një rezultat prapë të kalumën. Për me pas rezultat, duhet me minu anë tjera, me ullë numrin e votimit të kandidatëve në para. Ose nësë është e nevojshme edhe në zona zgjedhore, e dyta dhe votimin prej diasporës duhet komplet me ndru mënyrën që të votu. Le votojnë diaspora veç për deputetet e vetë. Sepse vazhdimisht ne e kem pas që ka pas manipulim të vota fshinar për diasporës. Nuk po mundësi 100% me votu kandidat, një subjekt politik që kurin votu në ambasadë ose dikun tjetër. Vazhdimisht ka pas dilema, vazhdimisht ka pas ankesa pak në si për vota fshinar për jashtë Kosovës. Edhe po kom dëgju që ka pasën disa arë është diskutu që njerëzit ku kanë votu për diasporës është ndru vota mas i ka arë në Kosovë. Ose po disa arë që nuk i ka shku flet votimi heq, po në sistem është regjistru që i ka shku vetë votimi. Po më familjarë që na ka arë me diskutu që më ka arë shumë interesant që ka pas këse anomali. Po për këtë arsye për thonë mirë është me veçu që let jenë deputetet diasporës, let votojnë vetë në diasporë. Ne në Kosovë let votojnë për sistemin që ne shohim sa është punu. Nëse dojmë me nëzitën, se cilin subjekt politik me punu shumë ma shumë ose me punu pak ma shumë, ne duhet me menu vetë një zjedhë në Kosovë. Jo me ardhë dikush për jakti që jeton vesh një javë, një muj edhe hesë edhe nuk e din të shka të ndodhë këto. Na kem nevoj për politika që ne i dim se a ka punu ose a ka punu. Jo prej marketinge televizive dhe në fond rezultati o zero. Nuk po du me vequ subjekt politik, sepse kam kritika për se cilin, po jo dhe një qatë masa që të mëllonën me arë dikush për jeshtë Kosovës me saktu kush ka me odhejsh Kosovën. Sepse kjo po shkakton edhe probleme, edhe pak nasim rënë Kosovës, po edhe pak nasim me qytetarëve që jetojnë Kosovë, edhe atyre që jetojnë jashtë Kosovës. Që kjo gjua e polarizuese, e urrejtjes, nuk është e nevojshme për neve që të periudhë me pasë, por na kem nevoj për një gjuhë që është ma afruse mes diasporës dhe Kosovës. Okej, le t'ja laj mundësin që e kodit zgjedhor, le t'a zgjedhin deputet e vetë, 3 ose 5, ato le t'punoj veç me diasporë, kjo është e nevojshme. Po jo na
ne shumë para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve, vazhdimisht e kemi këtë problemin, është e pahishme, veç me hyrë në faqe të ndryshme shef, gjitha ato rrejtje që shfaqet edhe njerëzit që jetojnë jashtë, po dhe këto ndaj aty në jashtë vinë, por mu ka qenë shumë e çuditshme, qysh ka votu dikush që kom pas disa video që kom pasën që mi kanë dërgu, që përmes TikTokit edhe rrjetet ndryshme, një njeri ka votu për 20 flet votimi ka votu në diasporë, edhe është po për cilën subjekt ka votu, kjo nuk është e heshme. Edhe plus e çeke mesazhin e urrejtjes në fund, që ne e bojmë veç për inat ose diçka ngjashme. Kjo është duhet me menu vetë secili subjekt ose secili politikan për të mirën e qytetarëve tonë, për me ul gjuhën e urrejtjes, let ndahet ky votim. Po. Për shembull, disa herë kemi përmendur Izraeli ka pikë nëse nuk jeton më shumë se 10 vjet nuk ke drejt votimin në Izrael, sepse nuk e din sistemin zgjedhor brenda Izraelit, nuk e din sistemin politik, nuk e din cila qeveri ka punu ose cila është konë më afërt me qytetarët. Nuk mund, nëse sjeton vazhdimisht çat vend ti me shku me votu edhe me përcaktu. As nuk është e moralshme as e heshme që përcaktimin me votë dikush që nuk jeton në Kosovë. Po, edhe Bek, dua edhe një pyetje për fund, para se të liroj. Sa i përket çështjes, po flas për lidhjen demokratike të Kosovës dhe sigurisht zhvillimet e fundit që pati atje. Si e sheti organizimin brenda partijak? Unë zakonisht jam kritik i asaj që nësi ka hup disa zgjedhje të shërru për të mirën e atij subjekti. Nëse ke çmon atë subjekt edhe i çmon votues e to, i ke hup 2 por zgjedhje, 3 por zgjedhje të shërru. Lumiri mund me qenë një ekonomist i mirë, një djalë i mirë, një profesor i mirë. I ka hup 3 por zgjedhje, ka hup zgjedhjet lokale, ka hup 2 zgjedhjet nacionale. Nuk e di cili është motivi ende me mojt do shtrëngu. Po ky ndoshta është i fundit që ka faje kur ato që e mbështesin që thonë ty do shmenej sekretari i mirë, këta janë ka dëmtojnë procesin zgjedhor. Jo ato që thonë ne i ke hup zgjedhjet, unë e kom lavdu Memli Krasniqin për në momenti që e hupi një komunë, 2 pas zgjedhjeve edhe nuk dol partia parë në zgjedhjet nacionale, zgjedhjet e 2025-s në shkurt që mbajtën, edhe dorëheqje borënisht edhe e lëshoi rrugën për dikant tjetër. Pa u diskutu kjo temë edhe pa u bërë shumë politike madhe. Mbledhjen e parë kryesisht dha dorëheqje borënisht edhe sheli rrugë kushdo që menon që mund me çu subjektin politik të para ose me pas rezultat pozitiv. Unë nuk e di këtë maskarat që bën mbrana LDK-s i kanë lodhur edhe votues. Këto nuk janë të kuptuar që votuesi i ri, gjeneratat e reja nuk ta voton më këtë subjekt me këto loje që t'i bën mbrana. Le ta kuptojnë. Edhe ato pak pleq që mbesin lodhën dikur dhe nuk ta votojnë me këtë maskarat që të ndodhë, sepse lodhën dikur votues me këto loja, jo kryesia, jo votuesi, jo kovendi, jo dorëheqja, këto duhen me saktu, këto janë loja niveli shumë tërë. Ai tregon që nuk ka vetë besim, nuk ka besim edhe çdroshmëri që nëse kom hup zgjedhjet, unë prap e jep kontributin, po jo sekretar. Qysh ka ndodhur më herët me kryetar? Me Isa Musafën, Po, Bek, nëse folim për këtë, sepse pam një reagim kur flasim për votat dhe për këtë, në reagimin që pati pra kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Emir Abdigjiku, në njoftimin e tij, ai tha pra që në një farë forme ai akuzonte deputetët e vjetër dhe thonte që një gjë e tillë po dëmton deputetët e rinj me këtë tekst tek Parisi. Paris Guri, pra. Si e sheh dhe këtë reagim, një lloj diferencimi? Jo, unë nuk isha dashur shumë me emra, se nuk janë ato emrat që e dëmtojnë një proces. Nuk isha dashur me shujt deputet e ri ose të vjetër, se secila moshë ka përfasimin e vet. Për mua është e paqartë kur ka deputet, nga e letë mirët me deputeteve që janë shpërndam në 3 subjekte politike, janë familjarë shumë ngosht, edhe kanë numër të madh votave në disa subjekte edhe i kanë kalu, pse s'mirët me ta, edhe nuk janë gjeneratat vjetra, po ata ishen kryt vendit. Kjo është ajo pas sinceriteti tina që do me nxjerr veten veç me një kategori, veç me një emër caktuar. Ne pa shumë deputet të ngritën, më në LDK-s që nuk kisha dashur mi veçu, mi janë atë mund edhe ky nuk bën ose ky bën.
ne kem periudat të ndryshme zgjedhore që e njohin sistemin, edhe mbrana LDK-s se si ka shkuar disa individ, po mbrana LDK-s është një problem që nuk ka demokraci zgjedhore, mbrana LDK-s. Ne nuk e kem harru këtë periudhën e karrikave, edhe një sen, mbrana LDK-s, ky mentaliteti i viktimizimit na ka lodhur se 26 vite, na vrajtën, jo deputet i vjet, LDK tash është e lypën një figurë që e ndjen veten viktim për çasë figure. Domthonë në një kohë gjatë jemi rritë që të vend, edhe kem dëgju, na vrajtën PDK-ja, ka pas emra të caktuar, dhe realisht LDK-ja ka udhëheq më shumë me institucionet e Kosovës. Domthonë me Ministrinë e Drejtësisë, punën e brendshme, edhe mbrojtës ka pas mundësi pa mas me hulumtu këto vrasje, pas se ka bu kur sepse ka pasën veç për konsum zgjedhor. Veç për konsum zgjedhor e ka pasën, LDK-ja lyp me gjithë një figurë që mundi viktuj, ma ne më shumë qytetarët me votu. Kosovë votohet me viktimën. Për atë arsye ne i dim që protestat e Albinit e ka bu kur sot, se ka protestu dhe vazhdimisht qytetarë ka qenë një viktim, LDK-ja po ashtu ka qenë shumë gjatë një viktim, si pasoj që na vrajtën, na mëtën, edhe kur se kanë zgjedh, se kanë caktu që ka qenë vrasje. U kryshin zgjedhjet, u kryshin akuzat, i mirëshin pozitat e hetshin. Tash dhe Lumiri nuk ka të mujt me gjetën që të viktimën. Nuk ka të lujt më viktimën, se nuk ka të i dhezmo, se nuk ka më viktima LDK. Ka udhëheq gjatë, edhe nuk ka më mundësi për viktimizimi. Për mu ka qenë e pa fashme kërë e kom një Besiani dhe dikan tjetër, të akuzua Hashimin e naton që kem bukë se maskaradat të pahishme, ajo është djali i ri, e din që nuk shkon me atë gjuhë polarizuese që kanë qeverisë pas gjatë të LDK-PDK. Nuk mund më me qenë viktim. Problemi LDK-s është një viktim, vazhdimisht kanë dashur me bukë këtë propagandën që ne jemi viktim e këto s'pana mbështesin. Kjo gabimi i LDK-s që mund nuk i dhezë me punën e viktimës. Ose kanë ndryshuar mentalitetin, ose rezultati nuk ndron. Nuk ndron më të luajë rolin veç të viktimës. Se ka njerëz shumë të mirë që kanë shumë kontribut dhe mbrana LDK-s që mund me bo procese ndryshime shumë të mira. Po jo në që të mënyrë që këto e lypin t'i kanë me bo kriminal, e vetë me që viktima edhe mund ngritën. Dhe shumë gjatë e kanë lypë këtë rol. Edhe ma, këse cili edhe qytetar e djepit, edhe ato fëmijët e djepit e kanë kuptuar që kjo lojë politike. Dhe Bekon falenderoj shumë edhe për minutat në dispozicion, sepse di që ke edhe angazhime të tjera, kështu që besoj që do të rishihemi sërish, do të flasim sërish për tema ndryshme, sepse këto tema nuk përfundojnë. I kemi gjithmonë diçka për të folur për zhvillimet politike. Kështu që të falenderoj shumë për këtë lidhje direkte. Shumë faleminderit, edhe pse në mëngjes nuk po bojmë, ndashtë nuk mojmë me bo më të mirë, se është shumë herë, po kem periudat që kemi dhënë edhe pak më shumë se nuk është e lehtë mëngjes, domosdoshmë më shumë me fol për tema shumë të rënda. Po prap Kanal 10 edhe ju falenderoj për mundësinë që po na jepni me diskutu, me elaboru probleme që po na preokupojnë kudo që jem. Kështu që uroj një ditë marë për shikuest e Kanal 10 edhe për komplet stafin që një punë të mrekullueshme që e bani aty mbrapa. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për regjisë po të përmendet që po i përmend se vazhdimisht ne flasim për gjithë, po që këta stafit që janë brapa kamerave luan një rol goxha gjatë madh, mund të them thoj se kryesor. Faleminderit. Një grup i mirë nuk bëhet kjo punë e mirë. Faleminderit shumë Bek. Po edhe ju që jeni aty menaxhimin, po në Kosovë ka nevojë shumë për menaxhim. Nëse ju e bëni menaxhimin e mirë, normal që komplet stafi tjetër del shumë mirë. Po gjithmonë. Për atë që vazhdimisht i falenderoj. Vërtet është, pajtona me ty. Faleminderit shumë Bek. Respekt oka. Faleminderit gjithashtu. Dhe të dashur shikues, me kaq do ta përfundojmë edhe këtë pjesë të emisionit, sepse as të kemi më shumë